me votën e bashkuar të na jap këtë mundësi që të pajisim çdo shqiptar dhe çdo shqiptare me pasaportën e BE-s brenda kësaj dekade. Pasaporta europiane e shqiptarëve nuk është vetëm liri hyrje në çdo kufi të BE-s, nga një korridor pa radhë në çdo aeroport, në çdo port, në çdo dogan toksore, po është dhe liri qëndrimi në çdo pikë brenda kufive të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, Europa bëhet e vogël sa Shqipëria, dhe Shqipëria bëhet e madhe sa Europa. Kjo nuk është retorik, ky është horizonti ynë më i afërt se kurrë. Me pasaportën e BE-s, vajzat dhe djemtë e Shqipërisë do të mund të studiojnë në çdo universitet të Europës me tarifat të njëjta si student të barabartë evropian, dhe jo me tarifa ekstra si student të huaj në Europë. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të mund të punojë pa leje pune, kudo qoftë, nga Stockholmi në Lisbon, nga Madridi në Varshavë, duke të gëzuar të njëjtat drejta si suedezët në Suedi, si portugezët në Portugali, si spanjollët në Spanjë, apo si polakët në Poloni, si dhe duke përfituar njësoj si ata sigurimet shoqërore e shëndetësore në cilindo shtet ku punon brenda perimetrit të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s do të bëhet shumë më e lehtë dhe hyrja pa viza në shumë vende jashtë BE-s, apo punësimi në ato vende me procedurat thjeshtuara për leje qëndrimi dhe leje pune. Ky është horizonti ynë i mandatit 4 i konkretizuar.